Unë e di që zakonisht prindi është shumë krenar kur e sheh vajzën rrugës që ka shtruar vetë. Ti muzikën e ke darë gjithmonë, ke kontribu shumë për muzikën dhe vajza sikur po t'i ndjek hapat. Në vërtet është një kënaqësi sepse vajza është shumë e guximshme në interpretim, në kjo lunë në piano, e se ke pakën porosimin në përgatitje dhe librit e parë të saj me poezi. Nuk mendoj se kjo është e gjithanshme për artin, dhe po, më ka përgja shumë, ndoshta tash për tash po bëhet më mirë se unë se gjithmonë fëmiu është një rezultat që ndoshta edhe prindit edhe mësuesit është më rëndë. Unë si prind dëshiroj që kjo me zgjedh atë që e don. Unë nuk jam prind që i them veç muzikën, kjo mund ta ketë muzikën ndoshta si hobi, po gjithë ato do t'i përzgjedh ajo. Unë dëshiroj që ta ketë një profesion muzikën